Shitet shtëpi private në lagjen Partizani, zona dhe rruga e Pusit që lahet vet, një zonë shumë e kërkuar dhe e qetë. Shtëpia ka një sipërfaqe totale prej 240 metra shkatror, ku përfshihen 2 ndërtime. Ndërtesa kryesore, e cila ka sipërfaqe 92 metra katror, është organizuar në një strukturë 2+1+1, ideale për një familje. Pjesa tjetër që ndodhet në hyrje të shtëpisë ka një sipërfaqe prej 50 metra katror, është e tipologjisë 1+1, e përshtatshme për ata që kërkojnë hapësirë shtesë, për një familje më të vogël apo edhe për një si dyqan, garazh ose oficinë. Shtëpia ka nevojë për disa ndërhyrje të pjesshme, por çatia është e sapo izoluar totalisht, duke ofruar kështu kushte të mira për jetesë. Obori është i mbjellë me pemë dhe lule, duke krijuar një mjedis të gjelbër dhe relaksues. Ka gjithashtu hapësirë për parkimin e 2 makinave, çka ofron komoditet dhe siguri për ju dhe familjen tuaj. Shitet 80 milion lekë të vjetra me mundësi negocimi.